Vijon puna për pastrimin, zgjerimin dhe thellimin e kanalit Kullues-O1 në fushën e Maliqit, një nga arteriet kryesore për kullimin e kësaj zone bujqësore. Ndërhyrja po realizohet me qëllim përmirësimin e sistemit të kullimit dhe garantimin e funksionimit normal të tij, veçanërisht gjatë periudhave me reshje intensive. Duke qenë se ka qenë përballë me çarjen e lumit Devol, ka psuar shumë dëmtime në argjinaturën e vet. Sikundër dhe është mbushur me aluvione, duhet që të ndërhynim në të gjithë gjatësinë e tij, bëhet fjalë për gati 3 kilometra. Ekskavatorët tanë nuk po bëjnë vetëm pastrimin, pasi po bëjnë dhe zgjerim nga dy akrahat e argjinaturës me gati 2 metra për secilën anë, kolektorin e Sovjanit, dhe aty do ndërhyet që nga fshati Sovjan dhe deri tek portat ku derdhet në lumin Devol. Ali Çkolli bën me dije se do të ketë edhe ndërhyrje të tjera. Kemi miratuar në Ministrinë e Bujqësisë fondin për të pastruar lumin Devol që nga ura e sheqerasit në dalje të fshatit Orman dhe deri në Grykderdhjen në bashkimin me lumin Dunavec, një gjatësi 4.2 kilometra, dhe që nga ura e Drithasit deri tek derdhja në Devol të lumit Dunavec. Të dyja këto pjesë jo vetëm do pastrohen, por do zgjerohen duke e kthyer shtratin në identitetin e vet. Në fillim të muajit mars, ekskavatorët do nisin të bëjnë punën me liq, ndalohet në afërsi 8 metra nga buza e argjinaturës, të mbillet argjinatura me kultura bujqësore. Mos mbillni nëpër argjinatura sepse është një shkelje e ligjit dhe dënoheni, por njëkohësisht është edhe një fakt evident që nëse mbillni, mbas një muaji ato do prishen. Ndërkohë fermerët thonë se pastrimi i kanaleve është thelbësor për punën në bujqësi. Kanalet 99% janë të pastruar. Ka erë Fadroma i ka pastruar kanalet këte dhe fshati jonë nuk është përmbytur nga ujë. Këto punime pritet të ndikojnë drejt për drejt në shmangjen e përmbytjeve dhe në ruajtjen e tokave bujqësore.